Mbrëmjen e sotme me mua në program është General Det Prenga. General, më mbrëma, kënaqësi të kem mbrëmjen e sotme në program. Faleminderit për ftesën. Zhvillimet dinamike, duket se Europa kërkon tashmë që vëmendja e Shteteve të Bashkuara pas përfundimit të luftës me Iranin të kthehet drejt Ukrainës. Ndërkohë vetëm disa javë më parë, Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin hequr dorë nga negociatat dhe parafrimi i palëve, duke thënë se tashmë vullneti mbetet në duart e Rusisë e të Ukrainës. Pikërisht në këtë moment kur dukse kishte një heqje dorë, Putin tha se kjo luftë duhet marrë fund. Çfarë pritet të ndodhë? Do të kemi një parafrim të palëve në momente të shpejta apo do të na duhet presim gjatë kur bëhet fjalë për Ukrainën? Unë mendoj që pas uljes së tensioneve në lindjen e mesme mes Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Iranit dhe në nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit në aspektin digjital dhe ceremonisë që po vjen zyrtare që do të realizohet në Gjenetë të Zvicrës me datën mos gabojmë 19 ditën e premte, kjo tashmë në takimin dhe ditën e dytë të G7-s mes liderëve të 7 vendeve më të zhvilluara të botës, ju përkushtuat tërësisht zhvillimeve në Ukrainë, pra mes Ukrainës dhe Rusisë dhe mundësisë dhe shikimit ose kthimit të opinionit, jo vetëm të atyre evropianëve, por dhe të vetë presidentit Trump për të përqendruar drejt për së drejti se cilat do të jenë rrugët dhe modalitetet për të ulur në tavolinën e bisedimeve dhe për ta dërguar Evropën dhe tashmë Rusinë e Ukrainë në tavolinën e bisedimeve të negociatave për një armë pushim të mundshëm dhe në nënshkrimin e një marrëveshje paqe. A do t'jetë e lehtë? Relativisht do t'jetë e vazhdon të jetë e vështirë, se këtë e shprehu edhe në fjalimet e ditës sot të presidentit Trump në takimet drejt për drejti me Zelenskyin edhe me liderët e tjerë të G7-s, e theksoj që nuk e kam ditur që do t'jetë kaq e vështirë, por liderët si ai rus edhe Ukrainës janë relativisht në pozitat të vështira, sepse theksoj edhe takimin e ditës së diel, jo drejt presidenti, por nëpërmjet telefonatës që ka bërë me presidentin Putin. Po unë them që intensifikimi i veprimeve luftarake të dyja palëve, ashtu si dhe kundër veprimin e Ukrainës, ashtu dhe veprimet ruse dhe faktori tashmë ndërkombëtar që do të përqendrohet totalisht te ky konflikt që ka hyrë në vitin e 5 të saj, jam i bindur që do të çojë shumë shpejt në një tavolinë bisedimesh, negociatash për të parafruar qëndrimet dhe për të ulur e për të nënshkruar një marrëveshje paqe. A do t'jetë kjo e lehtë? Jam i bindur që nuk do t'jetë e lehtë, por përqendrimi tashmë dhe në një farë mënyrë jo vetëm Rusia edhe Ukraina kanë në lojë personalitetet e presidentëve, por ka në lojë tashmë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se nuk harron bota demokratike ato çfarë ai ka premtuar përpara se të vinte gjatë në mandatin e dytë në zyrën ovale. Njëkohësisht, tashmë kanë ikë ato fërkimet e panevojshme, do thosha, dhe përplasjet jo fort të lehta mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose presidentit drejt për drejti. Kështu që G7-a dhe dita e dytë në veçanti i është përkushtuar vetëm këtij fakti, këtij diskutimi dhe modaliteteve e rrugëve dhe formave që do të gjenden për të ulur të dy palët me ndërmjetësim ose jo në tavolinën e negociatave. E jam i bindur që kjo do të jetë një periudhë kohe relativisht për të arritur shpejt. Për të arritur shpejt. Ndërkohë, vetë Vladimir Putin, i cili artikuloi nevojën për të pasur paqe dhe më saktë për të pasur një përfundim të operacionit special në Ukrainë, raportohet se refuzoi një ftesë për të takuar me udhëheqës evropian dhe me vetë Donald Trump në samitin e G7-s në Francë. A do të tentojë lideri rus që të bëjë manovra për të gjetur një negociator të dobët për Ballti dhe do të vijojë të refuzojë një takim katërpalësh ku përfshihet Ukraina, por gjithashtu Europa dhe Shtetet e Bashkuara sipas jush? Unë mendoj që thirrja e Bashkimit Evropian para pak kohë që i bëri për të ulur në bisedime dhe përcaktimi nga ana e Putinit se kush do të jetë negociatori dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, kjo ka lënë shije jo të këndshme tek Bashkimi Evropian, por edhe tek, si më themi, diplomacia ndërkombëtare. Nuk mundet të përcaktosh ti përfaqësuesin tim. Përfaqësuesin ti ju afroni mundësitë, pra Putin në këtë rast afron mundësinë për të ulur në negociat, por pala tjetër do të pranojë dhe përfaqësimin e zgjedh ajo se kush do të jetë. Dhe në këtë kontekst kam bindje që ishte një, si të themi, test që ju bë Bashkimit Evropian, ose pa kujdesi e diplomacisë ruse në cilën edhe vetë presidenti Putin e shprehu. Kështu që në këtë kushte kam bindjen që
ajo ra, do të bjerë dhe kjo pjesa tjetër, jam i bindur, dhe do të gjendet një gjuhë mirë kuptimi, e këte kam bindje që pas datës 19, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump do të merren drejt për së drejti me këtë çështje, sepse në një farë mënyrë është në lojë autoriteti dhe personaliteti jo vetëm i presidentit Trump. Kështu që duke qenë në lojë kjo, kam bindjen që tashmë ai do të jetë i fokusuar totalisht me gjithë kabinetin e tij, me gjithë ndihmësit e tij dhe ata të cilët do t'i paraqesin variantet e ndryshme dhe kam bindjen që pas datës 19 do të lihet radha ekspertëve dhe jo negociatorëve më të besuarve të Trumpit dhe ata do të fluturojnë javën e ardhshme, jam i sigurt, për në Moskë. E qartë, ndërkohë profesor, duket se gjitha zhvillimet vijnë teksa kemi një zhvillim dinamik kur bëhet fjalë për frontin e betejës. Kemi një Ukrainë e cila ka kthyer luftën në aspektin e goditjeve me dronë, siç pam rastin e fundit, një rafineri e rëndësishme nafta e cila goditet në kufin të Moskës, në të njëjtën kohë kemi një Vladimir Putin i cili i xhendosur se nuk po bën dot përparime në front në marrjen e territoreve, hedh raketa balistike ndaj civilëve të pafajshëm. Kush janë dinamikat që kanë formzuar frontin përgjatë muajve të fundit dhe mendojnë se ndikon tek Vladimir Putin e gjitha kjo situatë për të kërkuar një paqe më të shpejtë? Është absolutisht e kuptueshme që ndikon presidenti Putin kur e shikon që ai ka përdorur, po të thosh se gjitha llojet e kapaciteteve përjashtuar armët atomike, taktike, kurse të tjerat i ka përdorur, jam i bindur që askush në pozicionin e tij e ai aq më tepër me një eksperiencë tashmë të gjatë në leadership e ndrejtim, nuk do që të humbas nga prezenca, nga statura e tij politiko-diplomatike, por leadershipit, jo vetëm në arenën ndërkombëtare, por edhe në arenën e brendshme, sepse si të mbyllet lufta dhe të ulet në nënshkruaj një marrëveshje paqe, jam i bindur që do të ketë paçka se atij duket sikur e ka situatën e brendshme komplet e totalisht nën kontroll, me format e tija që ka përdorur në qeverisje, por jam i bindur që do t'i krijojnë probleme dhe këto janë pika e dobët dhe nevralgjike ku mund të psoj thyrje presidenti Putin në të ardhmen. Dhe kjo është ajo pjesa që atij e trem ose e frikson se si do të jetë situata. Dhe gjendur në këtë moment dhe në këtë fazë, kam bindjen që ai ka psuar rënje, humbje, nuk po flas në të gjitha llojet e aspekteve. Ajo që është rritur në luftë është Ukraina. Është Ukraina sepse ka qenë e motivuar, lufton për territoret e veta, do thosha një luftë e imponuar dhe plotësisht e drejtë për të ruajtur tërësinë territoriale të Ukrainës dhe ata janë rritur duke qenë shumë të motivuar, së pari dhe së dyti mbështetja që i ka dhënë Bashkimi Evropian, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka bërë që gjatë 4 vjetëve e më tepër ata të bëhen ekspert, sidomos në përdorimin e teknologjisë së re dhe bashkëkohore që janë dronët dhe në sistemet e tjera që kanë ardhur të reja që ata nuk kanë pas se kishin informacion në përdorimin e tyre. Dhe ajo që është rritur pra është Ukraina. Dhe në këtë rritje që ka marrë Ukraina dhe në rrudhjen që merr në aspektin psikologjik së pari, edhe të reagimit të forcës dhe të rënies së kësaj forcës sulmuese për të marrë territoret e Ukrainës, kam bindje që janë faktor të mjaftueshëm shtok këtu dhe presionin ndërkombëtar në veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump, edhe të Bashkimit Evropian, dhe kjo do të ishte mënyra më e mirë e mundshme për të ruajtur sadopak dhe për të shpresuar se do ta retushojë staturën dhe figurën e tij në të ardhmen presidenti Putin përpara jo ndërkombëtarëve, po përpara qytetarëve të vet. Është folur shpesh herë për lëshimet cilat do duhet bëjmë palët. Ukraina e ka bërë qartë tashmë se pavarësisht presionit amerikan nuk do ta lëshojë Donbasin duke përfshirë pjesën e mbetur të Donetskut që mban. Ka gjasa që përballë vështirësive në front, një ekonomie të rrënuar dhe goditjeve ndaj asaj që konsiderohet një ndër pasuritë më të mëdha siç është nafta ruse, kemi një përkulje të Vladimir Putin, si e shihni ju diçka të tillë? Unë shikoj që në plan të parë edhe nëse ai e ka në mendje, edhe nëse rezultantja e të gjithë faktorëve çon në atë që ai duhet të tolerojë, nuk mund ta shprehë. Pra nuk ka momenti për ta shprehë një gjë të tillë. Dhe kam bindjen që ajo do të vijë vetëm atëherë kur ndërmjetësit, negociatorët që do të jenë dhe uljen e palëve me ndërmjetësim, kur të nënshkruhet një marrëveshje armë-pushimi dhe të hapen negociatat, ku të diskutojnë ekspertët, aty do të jetë momenti që i detyruar pas një para përgatitje që duhet bëj
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomacia mbar botërore në veçanti e Bashkimit Evropian, se cila do t'jetë ajo pjesë që duhet ta toleroj Ukraina nëpërmjet kuptohet presidentit Vladimir Zelenski. Dhe kjo do të përcaktoj pastaj se kush do t'jetë në atë të famshëm tampon zone që ngrinë në momentin që vendoset armëpushimi, dhe ata janë të detyruar ta respektojnë armëpushimi dhe me këtë ngrirje kush do t'jenë trupat ndërkombëtare që do ta kontrollojnë këtë zonë. Dhe unë besoj që këtu do të shkohet, pra do të jetë një trup ndërkombëtare e pranuar nga të dyja palët, e cila do të operojnë në një zonë do të caktuar. operojnë në zonën për të ruajtur paqen e brisht, sepse ajo do jetë në të ardhmen, përsëri do jetë paqe e brisht. Dhe për ta ruajtur këtë, do të jenë patjetër një trup e përzgjedhur ndërkombëtare me mandatin e Kombeve të Bashkuara. Më shumë se një vit e gjysmë pushtetit Donald Trump ka treguar levat ndryshme presioni për Ukrainën. Kemi parë ultimatume për një dorëzim të Kievit në dhënien e disa territorëve, për cilat është përfolur shpeshherë se Trump ja kishte premtuar në tryezë Vladimir Putin. Por ajo çfarë ka ndodhur në muajt e fundit ka qenë një surprizë për të gjithë, një Ukrainë e cila godet vijat e frontit përmes mjeteve ajrore për të ndalur rusët që të përparojnë. Donald Trump thoshte më parë se kartat sa i përket kësaj lufte i kishte në dorë Vladimir Putin. A mendoni se ka ardhur edhe momenti që kartat tashmë i ka në duar Ukraina dhe për këtë arsye nuk kemi një presion kaq të madh amerikan? Siç edhe e theksova pak më parë, që ajo që ka ardhur në rritje është Ukraina në qëndrimet politike, vendimet politike që ka marrë në aspektin diplomatik dhe ndërkombëtarizimit, por mbi të gjitha në atë strukturën ushtarake të operacioneve luftarake që ka zhvilluar në front. Dhe duke ardhur në këtë pikë, jam i bindur që nuk i ngilet as president Trump dhe as kujt tjetër që të mund të kërkoj do e mos që të pranoj lënien e territoreve në mënyrë kaq të beftë. Dhe detyrimisht që edhe në diplomacinë veçanti, por edhe në fushat e tjera kërkohet përshtatja dhe jo tjetërësimi i cili do vendime që merr, por përshtatja. Dhe ne themi urdhri i dytë e anullon të parë në aspektin ushtarak dhe nëse ka dhënë edhe në formë ultimative presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në bashkëpunim e në bisedime që ka zhvilluar që nuk dim saktë kush ka qenë premtimi që janë dhënë Putinit, në këmbim të çfarë, nuk e di, sepse gjithmonë pjesa diplomatike dhe politike luhet gjithmonë me jep të jap mbi bazën e parimit të reciprocitetit dhe nuk mundet pa diçka të lëshohet falas, asgjë. Edhe nëse mendohet që lëshohet falas, parimi i karrotës me shkopin funksionon në çdo lloj kohe dhe detyrimisht që të lëshojnë diçka dhe pastaj të godasin për të marrë atë të cilën nëse nuk e ke arrit ta kuptosh, atëherë do jetë vonë. Tani për ata që na ndjekin, si është parimi i karrotës dhe shkopit? Ta afron karrotën për të ushqyer dhe pastaj është shkopi që të godet. Sepse parimisht askush nuk lëshon gjë falas. E vërtet. Në këtë, aq më tepër që parimi themelor i bashkëpunimit ndërshtetëror dhe i diplomacisë është parimi i reciprocitetit. Pra, janë konventat, janë gjithçka tjetër, por kur është tavolinë e bisedimeve, është ajo pjesa amerikane që ka të famshme win-win. Pra, secili ulet 50% në momentin e fillimit bisedimeve është nga ju, 50% është nga unë, dhe detyrimisht duke zhvilluar negociatat dhe bisedimet, ajo varet nga aftësia e palëve që janë të ulur, që këte 50% që ju keni mund vi tek unë të bëhet 100%, mund vi 50% im tek ju dhe bëhet 100%. Por bisedat dhe negociatat presupozojnë që duhet të fillojnë me parimin e reciprocitetit dhe të respektit reciprok në pozicionet duke lënë anash ndikimit ekonomik, ndikimit politik, ndikimit personal, ndikimit e shtetit dhe shumë gjëra të tjera. Kjo, se sa funksionon pastaj, ngelet për të parë. Por në këtë kontekst, them e përsëri për të ardhur në fund të kësaj përgjigje për momentin, them që Ukraina është ajo që është rritur dhe i ka imponuar respekt dhe i ka imponuar dhe vendimmarrësve të fuqishëm botëror të rishikojnë vendimet e mëparshme dhe mbi bazën e fakteve të studiojnë situatën, ta vlerësojnë situatën dhe dalin në vendime të reja.
dhe të ketë gjithashtu edhe vendime të reja. Mirë, general, ka edhe një element interesant, është diskutuar shpesh herë se si Vladimir Putin zgjedh të marrë vendimet ose zgjedh të luajë dhe të manovrojë me çështjen e negociatave, është diskutuar leva e presionit të Shteteve të Bashkuara dhe kemi edhe një Europë e cila thotë jo, ne nuk bëjmë lëshime kur bëhet fjalë për Ukrainën sepse kjo përveç luftës së Kievit ka qenë edhe lufta jonë, investime që kemi bërë, në parat që kemi hedhur për të mbajtur Vladimir Putin larg kufijve të tjerë europian. Çfarë duhet ndryshojë në mekanizmin e Bashkimit Evropian për të arritur që të kenë mundësinë të negociojnë me Vladimir Putin, apo mendon se duhet mbajë një qasje të fortë dhe drejt diku injoruese ndaj çdo kërkese të Moskës për të mos u përkullur përpara tij? Unë mendoj atë të cilët evropianët deri tani nuk e kanë realizuar është ajo që ata të jenë në unison në çfarë propozojnë dhe vendimet që marrin. Nëse nuk ka kohezion brenda Bashkimit Evropian dhe nuk e dinë se ku janë e kush është, si mund të themi, misioni i afërt, afatmesëm dhe afatgjatë, atëherë këta janë të predispozuar, si i themi ne, ta shoqërojnë situatën pasi të ndodhë. Pra jo t'i paraprinë situatave dhe zhvillimeve të tyre, por ta shoqërojnë. Deri në këto momente, deri ditën e sotme, që është ditën e dytë të zhvillimit të takimit të gështatët të liderëve të gështatës në Francë, kam bindjen që ata kanë qenë jo në unison, jo me kohezion dhe jo të qartë për ato çfarë thonë dhe çfarë duhet të bëjnë. Në këto kushte mendoj se tashmë edhe me mbështetjen e bashkëpunimin e ngushtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke lënë pas ato mëritë e vogla, kam bindjen që duhet të jenë të kthjellët në radhë parë me atë çfarë thonë, çfarë diskutojnë dhe pasi ta diskutojnë e ta peshojnë mirë nga grupet e specialistëve dhe bashkëpunëtorët e tyre, kur të bëhet vendim, nuk ka vend për të hequr më. Kur timi të kthjellët, kjo kthjellësia përfshin edhe faktin se Europa duhet pranojë se për të arritur një marrëveshje paqe duhet të ketë edhe lëshime nga ana e Ukrainës? Absolutisht. Absolutisht duhet ta pranoj. Duhet ta pranoj, cilat do jenë këto, pastaj të gjelet për të parë. Unë nuk mund të parashikoj të bëj orakul se çdo të ndodh nesër në takimet e ekspertëve. Duhet jenë ekspertët ata të cilët dinë se çfarë diskutojnë duke patur një synim, dhe dinë çfarë negociata do të organizojnë dhe kush janë kërkesat e tyre. E tharë nuk mund të shkosh në negociat me ultimatume. Në negociat shkohet me kompromis. Dhe kompromisi për gjitha çështjet mund të gjendet nëse ke vullnet dhe dëshirë dhe është e pamundur të gjesh kompromisin nëse shkon me ultimatume. Atëherë nuk ka negociat. Nëse unë vendos para se të shkoj në negociat, nuk ka negociat. Ke marrë vendimin, po, nuk ka negociat më. Atëherë duhet të përballesh me vendimin që ke marrë dhe me pasojat e tij. Mund të jenë pasojat që të nxjerrin, si mund të themi, fitimtar, po mund të ketë pasojat të cilat mund të nxjerrin dhe të dështuar. Kështu që ajo këtë e mbyll përgjithsisht negociata. Negociata është një lloj referendumi në pamundësi për të organizuar referendumin në popull, atëherë përzgjedhja e atyre dhe marrja e vendimi me mendje të kthjellët e të ftohtë, por me shpirt të nxehtë, do thosha, është ajo baza dhe kyçi i uljes në tavolinë dhe i arritjes së suksesit. Të dy palët jam i bindur që do dinë ta shesin përpara qytetarëve të vet suksesin dhe jo dështimin. Kjo mund të manipulohet dhe ka vend për të manipuluar në shumë mënyra. Është plotësisht, nuk është në interes as të Ukrainës, as të Rusisë të vazhdojnë të humben një jetë të pafajshme, qofshin ta ushtarak apo jo ushtarak. Janë ushtarak janë qytetarë në uniformë dhe ata, dhe detyrimisht para arsye lufte dhe betimit e ligjeve që funksionojnë në kohë lufte, ata janë të detyruar të luftojnë në front dhe të bien dëshmor. Natyrisht që është e lehtë për të thënë paqe e marrëveshje, por është shumë e vështirë për të ruajtur paqen e marrëveshjet në këtë aspekt. E qartë, General Det Prenga, të falenderoj që ishën pjesën e parë të War Report. Mirë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë për të diskutuar padyshim atë që konsiderohet një ngjarje e madhe në aspektin ushtarak, një rrëzim i bombarduesit amerikan B-52 i cili la 8 persona të vrarë. Çfarë shkoi keq dhe çfarë thonë hetimet e drejtanishme? Të gjitha këto menjëherë në pjesën e dytë.